Të nderuar shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të pasdites me personalitetet në studio. Nga shpirti I rilindasëve në zërin e rinis, kështu titullohet aktiviteti apo projekti I realizuar nga ana e nxënësve të gjimnazit Kiril Peqinović në Tetov në udhëheqjen apo mentorimin e profesoreshës Lindita Emërllahu. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë që disa nga këto nxënës dhe profesoreshën sot t'i kemi në studion tonë. Përshëndetje profesoresh, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, është kënaqësi që shihemi përsëri bashkë. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Unë falenderoj dhe nxënësit të cilët sot janë pjesë e këtij emisioni, Ardianin, Lorinin dhe Esrën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit që na keni nderuar. Profesoresh, të fillojmë me juve për të folur pak për këtë aktivitet, për këtë projekt. Pra, çfarë aktiviteti konkretisht është? Të gjithë nxënësit që ju I keni në studio janë nxënës të vitit të dytë të gjimnazit dhe e theksoj këtë për arsye se në programin tonë mësimor të lëndës së gjuhës shqipe ne kemi në përqendrim komplet semestrin e dytë të flasim dhe të shpjegojmë rilindasit kombëtar. Për këtu filloi ideja që nxënësit duhet bëjnë diçka pak më të veçantë pikërisht për këto figura të shquara dhe menduam realizimin e projektit që në përgjithësi e ka titullin nga shpirti I rilindasve drejt zërit të rinis dhe njëkohësisht u nda në 3 faza. Faza e parë ishte të realizojmë një projekt filmik në cilën e realizuam dhe shfaqëm në sallën e komunës Tetovës. Projekti filmik e ka titullin A dhe u duhe më shumë dikur. Ka një qëllim edhe ky titull pse është vendosur, por në vazhdim do të bëjmë edhe shpjegimin. Aktiviteti dytë që e shoqëroi projektin filmik kishte të bënte me fjalimet publike në të cilët 10 nxënës të papërzgjedhur, por me vetë dëshirë, realizuan fjalimet publike para një auditori shumë të rëndësishëm. Këta nxënës ishin mësuar që të thonë temat e tyre mësimore dhe të notohen në klasë, por dalja e tyre në publik ka të bëjë dhe me qëllimin tim si profesoresh mësimor në aftësitë të folurit publik. Dhe pash një audiencë që I duartrokiti fort dhe kënaqësinë e nxënësve në të cilën e vazhdojnë ende dhe në ditët e sotme kanë tregojnë emocionet e tyre. Dhe faza e tretë ishte që ne kishim dëshirë që në shkollat tona portretet e rilindasve t'i vendosim në muret e shkollës dhe I dizajnuam të gjithë portretet e rilindasve kombëtar dhe I kornizuam dhe njëkohësisht I ekspozuam edhe në kuadër të projektit në sallën e komunës. Sigurisht këtë projekt apo këtë film ne do kemi mundësi, këtë dokumentar të shkurt do kemi mundësi që ta ndjekim edhe sot gjatë ditës në ekranet e televizionit Koha. Faleminderit për këtë përgjigje kaq konkrete që ka të bëjë me këtë projekt, por unë do të dëshiroja që edhe nxënësit të prezantohen për të kuptuar pak a shumë se për cilët nxënës sigurisht të shkëlqyer bëhet fjalë. Atëherë do të fillojmë me Esrën. Esra, mund të bësh një prezantim? Po, përshëndetje. Unë jam Esra Murati, jam nxënës e vitit të dytë në gjimnazin Kiril Peqinović dhe vi nga fshati Sels. Jam shumë e lumtur që sot jam në këtë intervistë dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Kjo për mua është vërtet një mundësi e veçantë që të tregoj për vënë time që kam patur në këtë projekt për rilindasin shqiptar. Unë kam pasur nderin të flas për figurën e ndritur të Naim Frasherit, si dhe kam pasur kënaqësinë të jem komentuesja e veprës 14 vjeç vëndër. Shumë e bukur, një rol vërtet shumë i bukur. Atëherë Ardian, do na prezantohesh? Përshëndetje, unë jam Ardian Ramadhani, jam gjithashtu nxënës I vitit të dytë pranë gjimnazit parapërmendur. Roli im në këtë projekt, në këtë program të profesoreshës sonë të nderuar, ka qenë moderator. Unë kam moderuar panelin e diskutimit. Ka qenë një privilegj I jetës time si një nxënës që për herë të parë të marr një barë të tillë, një përgjegjësi të tillë për të moderuar një program kaq të ngritur para figurave të shumta, përfshirë këtu bashkëmoshatarëve të mi nga plot vende si të Maqedonisë ashtu edhe shteteve fqinje, po gjithashtu edhe nga stafi komunës, cilët kanë treguar një mbështetje shumë të hapur dhe shumë evidente ndaj iniciativave tona. Po, falemnderimi më I madh sipas meje I drejtohet profesoreshës që çdo herë është e hapur për iniciativa të tilla dhe çdo herë na e ka treguar rrugën drejt një suksesi dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë. Ardian, të përgëzoj, ke një diksion të jashtëzakonshëm, aqërjetshëm, flet edhe gjuhën aq bukur e flet shqipe, të përgëzoj për këtë pjesë dhe uroj që në të ardhmen të realizohen të gjitha ëndrat me sukses për që jenë pjesë e ekranit ose të jesh moderator ndoshta. Lorin, të prezantojmë dhe ty? Po,
Përshëndetje njerë, unë jam Lorin Dervishi, jam nxënës i vitit 2 në shkollën gjimnaz dhe sot kam nderin të jem këtu bashkë me ju për shkak profesoreshës, si fillim duat edhe ta falenderoj profesoreshën edhe bashkëve që na keni dhënë këtë mundësi për të marrë pjesë. Pastaj dua të tregoj se roli im në këtë projekt ka qenë për të dhënë fjalim publik. Ai fjalim publik për mua është shumë i rëndësishëm, duke folur për një figurë shumë të rëndësishme, ajo figurë që shumë njerëz i ka inspiruar dhe shumë gjëra ka treguar, edhe mua më ka nderuar ta kem figurën e atij dhe u misharova me atë rol. Me atë rol. Sigurisht do flasim edhe për rolet që ju keni pasur, profesoresh, të flasim edhe pak për këtë aktivitet, për këtë projekt. Si ishte rrjedhoja, pra si u realizua, e përmendet pak a shumë në fillim të këtij emisioni, por si u realizua më tej ky projekt? Shumë e thjeshtë u duk në fillim. Me thënë, ideja ka qenë që brenda orëve të mësimore, me thënë, plan projektin e shkruajtëm dhe e dorëzuam në drejtori. Drejtori e përkrahu si projekt. Dhe njëkohësisht, pa pasur idenë se në çfarë dimensioni mund të krijoheshte ky projekt, filluam të punojmë gjatë orëve të mësimit me nxënësit dhe skenariu u përgatit spontanisht gjatë punës dhe gjatë rrjedhës, sepse të gjitha idetë nuk mund të vinë me njëherë. Por si fillim të flas për projektin filmik, atë dhe u duhet më shumë se dikur. Është një lloj kauze, një rikthim i kujtesës së rilindasve kombëtar. Kjo kauzë në cilën ta bënin vetë të rinjt nëpërmjet filmit, nëpërmjet fjalimeve publike, një lloj kauze kombëtare në të cilën i vëdisoi vetë këta të rinjt dhe këta të rinj vëdisuan të rinj të tjerë për një rikthim të vëmendjes se ku jemi ne përballë atyre në ditët e sotme. Projekti filmik në fakt e konsideroj gjithmonë një lloj letërsie jashtë mureve. Në këtë kuptim nuk ishte thjesht një xhirim artistik. Ajo është një proces ndërdisiplinor ku përfshiheshin përveç lëndës gjuhës shqipe dhe lënda e historisë, lënda e informatikës dhe shumë lëndë të tjera në të cilën janë në procesin e komunikimit dhe të mësimit të veprave të mëdha të këtyre. Vëmendja e nxënësve ishte ende më e madhe se gjatë procesit mësimor. Por do të theksoj këtu dhe për përzgjedhjen e nxënësve aktor në të cilën luajtën copëzat të rilindjes, sepse rilindja është e pafund, domethënë u xhirua pjesë nga vepra pashkovasa të poezisë ti të famshme Omo i Shqipëri, pastaj kishim poemën Bakti dhe bujqësi që e filmuam, kishim në ndërkohë në skenar veprën e Jeronim Deradës Këngët e Milosaos, një copës të filmit dhe një komedi e modernizuar e Andon Zako Çajupit, i cili shnon dhe fundin e romantizmit 14 vjeç dhe ndër. Një pjesë e nxënësve e theksova dhe gjatë fjalës sime në atë ditë kur e shfaqëm projektin, ishin të lënë hije në harres, duke kontestuar se këto janë larg procesit ose këto janë larg notave të mira. Por janë ata nxënës që ne mund t'i motivojmë më shumë që të krijojnë role të tilla, që të krijojnë vetbesim dhe nëpërmjet roleve ato krijuan dhe aftësi të tjera, qoftë në procesin e komunikimit, qoftë në ndërtimin e roleve dhe një shprehje metaforike ata mësuan pa e ndjerë se po mësonin në këtë projekt filmik. Unë dua të sugjeroj që ose e theksoj më mirë që ky është edhe më shumë impakti më i madh si profesoresh kur një nxënës që i është kthyer mësimi në monotoni, i rikthesh kujtesën e këtyre rilindasve, i rikthesh dashurinë, i rikthesh dhe dëshirën për të hapur veprën. Sepse pa lexuar veprën e Andon Zako Çajupit ishte pamundur që ato të fokusoheshin në rol. Kjo i bëri ata, ditën që u shfaq projekti, i bëri prindit e tyre krenar. Ishim mësuar me vërejtjet, ne gjithmonë i quajmë nxënësit çapkën pak më të zhurmshëm, por ata kanë një tjetër zhurmë artistike brenda shpirtit që ne arritëm t'i zbulonim dhe të shfaqnin këtë sukses, sepse pa suksesin e tyre dhe pa interpretimin e tyre, filmi nuk mund dilte në atë dimension që la një kujtesë në qytetin tonë. Edhe tek fjalimet publike është një risi. Do me thënë, nxënësi kur e merr skenarin dhe fillon ndërton personazhin e tij, se secili përfaqësoi nga njëri rilindas në fjalimet e tyre publike, kishin një tjetër dimension.
rikthimin e kujtesës, rikthimin e vetdijes, rikthimin e dashurisë për atë dhe unë. Unë gjithmonë them se dy tematikat kryesore në rilindjen kombëtare është dashuria për çiftin, siç dashuritë që i kemi neve midis fëmijëve në ditët e sotme, që është dashuria më e pastër në romantizëm, dhe dashuria për atë dhe unë, në të cilën ne nuk guxojmë më t'i kujtojmë këto dashuri vetëm në festën e flamurit të 28 nëndorit, po t'i kujtojmë gjithmonë, sepse këto na çojnë përpara. Pikërisht. Pra ky ka qenë ai qëllimi apo inspirimi juaj për ta realizuar këtë projekt, ai motivimi juaj? Po, kjo ka qenë qëllimi. Për shembull, është një metodologji, metodja e nxënjes. Nxënësit kur nxën është pjesa më e bukur. Ato thelbin e thithën në letërsi, është metodë e motivimit dhe e përjetimit të kësaj lloj letërsie në natyrë, sepse dhe rilindasit me pamjet natyrore në të vargjeve të tyre na kanë motivuar dhe ne dhe na kanë treguar bukuritë e Shqipërisë në atë kohë. Në atë periudhë kur Shqipëria ishte në sundimin e pushtimit turk, por dhe ata ishin iniciatorët më kryesorë në të cilën ne mbritëm në një pavarësi të Shqipërisë, dhe kur nxënësi burmoset me një iniciativa të tilla, kur i shep rilindasit përballë, mësohet të marrë dhe iniciativa në ditët e sotme. Prandaj dhe ajo pyetja e shpesht ku jemi ne përballë atyre, e kishte këtë qëllim në cilën qëllimin e vetëdijësimit. Pikërisht. Esra, unë dua edhe pak të flasim bashkë për rolin tënd që ke pasur në këtë aktivitet dhe njëkohësisht kam përshtypjen ka të bëjë me fjalimet publike, a mund të na interpretosh një pjesë të saj? Po, atëherë para se të filloja për përgjigjen që t'ju jepja, desha edhe unë të bëj disa faleminderime. Fillimisht, unë faleminderoj familjen time, e cila për durimin e saj dhe për besimin e tyre që kanë dhënë tek unë, dhe për prosreshën, e cila ka qenë mbështetja më e madhe për mua. Çdo durim që e di edhe vetë prosresha që e kam lodhur me pyetjet e mia për projektin, ajo ka qenë çdo herë aty. Dhe të dalim tek tema. Më falë se do të ndërpres. Në kuadër të falenderimit, që është vlem për të theksuar, me thënë, ideja dhe realizimi nuk mund të bëheshte në mënyrë kaq të suksesshme pa një bashkëpunim me sektorin për arsim të komunës, që në veçantë dua të përshëndes zotin Validin Ademi dhe zotin Azmi Dautin, por qoftë edhe komunën në tërësi në cilën e mbështeti edhe financiarisht këtë projekt. Dhe shfrytëzoj rastin për ta falenderuar, sepse pa mbështetjen e tyre, pa atë pamje artistike që i dhanë edhe ekranit që i kishim përkushtuar shumë kujdes për të shfaqur filmi, ne nuk mund të kishim këtë lloj suksesi. Kështu që i falenderoj. I falenderojmë dhe përshëndesim gjithashtu edhe ne, është shumë e bukur që të përkrahen të rinjët tanë në sukseset e tyre. Atëherë do vazhdojmë, Esra, për të folur për rolin tënd? Po, siç thash edhe më sipër, roli im ishte që të komentoja pjesën artistike të veprës dhe të bëja një fjalim publik për Naim Frashërin. Ishte vërtet një përgjegjësi shumë e madhe, sepse kërkonte përqendrim, qartësinë të folur si dhe prezencën para publikut, dhe me shumë dëshirë do interpretoj një pjesë të fjalimit publik. Të dëgjojmë bashkë. Okej. A mund të imagjinoni një komp pa zë, pa gjuhë, pa shpirt? Një komp që haron veten, që liminjan gjuhën, historinë, identitetin. A mund të mendoni veten tuaj pavargjet e Naim Frashërit? Unë nuk mundem. Sepse, si kur drita të ishte shuar dhe një mjegull e rënd të kishte mbuluar gjithçka, Naim Frashëri u bë pishtari dhe tha: Shqipëria do të roj. Naim Frashëri nuk ishte thjesht një poet. Ai ishte një rilindës i madh, një udhëheqës shpirtëror, një apostull i kombit. Kur armiqt donin të na vrisnin gjuhën, Naim Frashëri e mbrojti. Kur shqiptarët po zhyteshin në errësirë, ai u dha dritë me fjalën e tij. O malet e Shqipërisë, kjo nuk është thjesht një poezi, është një himn, një lutje, një betim për atë dheun që ta duam dhe ta mbrojmë. Por, le të ndalemi një moment dhe të pyesim veten. A kemi ne sot një Naim Frashëri? A kemi ne një rilindje të re? A jemi ne si brezi denj për gjakun dhe mundin e rilindësve tanë? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i fusi në shpirt dhe të mendohet thellë për veprat që bën. Dhe sot, unë, Esra Murati, qëndroj para jush dhe pyes veten. Nëse Naimi do të ishte në mesin tonë, a do të ishte krenar për ne? A do të shite një Shqipëri të bashkuar?
apo do të shite një popull të shpërqendruar, të hutuar me stundimeve që sjell bota moderne, që nuk e njeh dhe nuk e shmon historinë e saj. Shumë e bukur, Esra, të lumt, faleminderit për këto emocione që na solle edhe neve në emisionin ton, të përgëzojmë dhe të dëshirojmë shumë suksese që edhe në të ardhmen të vazhdosh në këtë drejtim. Faleminderit shumë. Përveç Esrës, Lorini tjetër ka pasur fjalim publik, apo jo, Lorin? Kam pasur fjalim publik, ky rol me vërtet ka qenë i rëndësishëm për mua dhe ka marrë me shumë seriozitet, një rol që ma ka besu profesoresha me gjithë besimin që ajo ka mund të ma jape, dhe edhe unë gjithashtu kam besu në profesoreshën se do ta bëj një projekt suksesshëm, ashtu siç e bëri, edhe e bëm bashkë faktikisht, dhe një projekt aq i bukur, aq i mirë, me pjesë filmike, me pjesë fjalimesh publike, me fjalimet bukura edhe nga vetë profesoresha, dhe kemi pas edhe mysafir shumë të rëndësishëm nga Kumanova, Struga, Prishtina, që ne janë bashkuar, dhe ato duhet i falenderojmë se kanë bërë një rrugë të gjatë për të ardhur na pa neve. Veç kërkoj pak falje, Lorini shumë bukur dhe më i kujdesshëm, domethënë ne kishim mysafir dhe nga gjimnazi Strugës që kishin dëshirë që të shohin përvojat e nxënësve të gjimnazit tonë, por njëkohësisht edhe nga gjimnazi i Kumanovës, por mbi të gjitha kishim mysafir special gjimnazin Xhep Dota nga Prishtina, në të cilën gjimnazi ynë Kirili Peçinović bëri binjakëzimin me atë shkollë. Shumë e bukur, do me thënë pikërisht kjo ka qenë ajo arsyeja ose qëllimi që të bëni bashkë këto shkolla, këta të ri, këta nxënës. Ishim mysafirët special. Shumë e bukur, shumë e bukur. Dhe prindrit sigurisht. Edhe ata janë ndjek krenar nga kjo. Tash mund ta interpretoj edhe unë një pjesë të fjalimit. Unë jam Lorin Dervishi dhe sot jam pjesë e një iniciative për vetësimin e të rinjve. Në një kohë ku ne si nxënës e qytetar duhet të ngrejmë zërin për gjuhën tonë, për kombin tonë dhe për të ardhmen tonë kombëtare. Ka momente në histori ku një popull duhet të zgjohet, të shkon për hurën e haresës dhe të pyes: kush jemi ne dhe ku po shkojmë? Ka çaste kur toka qanën, këmbët tona dhe fjalët bëhen gurë të rënd mbi shpirtin. Ka në një kohë kur Shqipëria ishte e coptuar si një fëmijë i humbur në stuhi, kur shqiptarët e kishin humbur besimin e vetvete, një zë u ngrit fuqishëm, si flak në ter. Ky ishte Pashko Vasa, që nuk kërkoi as kuror, as pasuri, por kërkoi një ade që të na mbështillte sinën të gjithë. Në dorën e tij, pena u bë shpatë dhe vargu u bë britmë që përshkoi rreth e erta të robërisë. Oh, moj Shqipni, e mjera Shqipni, kush të ka qit me kryen hi? Ato fjalë nuk janë vetëm tinguj, janë nënkime mali, janë këngë gjaku që derdhet për të mos haruar se kush je. Në një kohë kur vëllai kthej vëllait, kur feja e coptonte zemrën e kombit si një thikë ftohtë, ai bëri një thirrje të pavdekshme. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Nuk ishte thjesht një fjali, por një kërkesë të gjithë të mos përqahemi dhe të kemi kombin sipër. Shumë e bukur, bravo Lorin. Të përgëzojmë për këtë fjalim kaq të bukur. Ardian, ke pasur ti fjalim publik? Unë kam qenë moderatori, do me thënë unë kam qenë timoni, këto kanë qenë pjesa më e rëndësishme, unë vetëm u kam dhënë kahjen dhe fjalën. Ka qenë kënaqësi sepse në të njëjtën kohë sa i kam dëgjuar, sa i kam udhëzuar gjatë panelit, edhe kam mësuar. Dhe çdo bashkëpunim si me profesoreshën dhe Blenta përmend se profesoresha Lindita nuk është ligjeruese për mua e gjuhës shqipe, por ka qenë një ndër mundësitë më të mira që më është dhënë të njoftoj një njerëz si profesoresha dhe të afrohemi, por edhe profesoresha nuk është kursyer asnjëherë të kërkojë nxënës nëpër gjimnazin ton, pavarësisht se ku ka ligjeruar, për gjetur zërin e heshtur të nxënësit, për ta motivuar, për ta shtyrë, po edhe për ta bërë atë të dëgjohet anë mban mureve të shkollës, po edhe me programe të tilla edhe jashtë mureve të shkollës, jashtë atyre bankave, dhe ta nxjerrë në skenë aty ku unë mendoj se secili nxënës e ka vendin dhe meriton të jepet një shansë e tillë. Pjesa e moderimit ka qenë një pjesë shumë dinamike, duke filluar nga 2 grupe panelistë, respektivisht 10 panelistë, 2 nga cilët kemi sot këtu për krah mua. Kanë qenë panelistë jashtëzakonshëm, unë personalisht jam mahnitur me fjalimet e tyre dhe secili ka shprehur mendimin, ka dhënë një biografi, një imazh të çdo rilindasi, por ka folur për një kauz. Të gjithë kanë folur për një kauz të përbashkët, të gjithë janë fokusuar në një temë dhe të gjithë kanë hedhur dritë mbi atë, mbi një temë e cila flet shumë për gjithë ne si të rinj, ashtu edhe për mysafirët që kishim pavarësisht autoritetit dhe moshës. Temë e cila nxit çdo një si ne si qytetar, si të rinj dhe si brez i ardhshëm që të marrim iniciativa për të bërë mirë për vendin ku qëndrojmë dhe me një fjalë të mos shohim rrethanat, por të fokusohemi aty ku e shohim veten në të ardhmen.
Po, me sa shoh Ardian ke pasur rolin tim si moderator apo moderator në shumë panele, sepse edhe unë kam mund të hequr shumë panele, kështu që të kuptoj në këtë rol më tepër. Shumë Ka qenë vërtet eksperiencë mirë. E mirë dhe besoj që të ardhmen të shtojnë sukseset e tilla. Këto janë dhe motivet në cilën jo vetëm Ardiani, po dhe të gjithë nxënësit që mundohen dhe si grupe jo formale të realizojnë dhe projekte të tjera. Shfrytëzoj rastin të reklamoj dhe projektin qoftë Ardianit që është koordinator, po qoftë edhe Lorinit, në cilën ato do të kenë me të njëjtët panelist, por me tematika të tjera dhe me tema që i përkasin zhvillimit personal dhe profesional të nxënësve. Kështu që shfrytëzojmë rastin gjithë shkollat e mesme, gjithë nxënësit marrin pjesë. Ardian, orarin mund ta citosh vetë në projektin tënd. Ne krijojmë në kuadër të iniciativës ku janë nxënësit sot, kemi organizuar një panel me temë arsimin e udhkryq apo e përgatisim nxënësit për të ardhmen. Një panel që do të startojë në ora 13 ditën e premte të kësaj jave, respektivisht me datën 16 në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore, më saktë në amfiteatrin Arben Xhaferi, dhe besojmë se do jetë një mundësi e rrallë në komunën tonë, por në zhvillim e sipër që do t'ju jepet fjala nxënësve si panelist apo edhe si audicion që do të vinë dhe do të marrin pjesë, që të flasin dhe të potencojnë çdo vështirësi që kanë në përditshmërinë e tyre mësimore dhe për të gjetur zgjidhje apo ngushëllim të ato profesionalistë cilët i kemi mysafirënderi dhe të cilët ishin shumë të gatshëm për të dhënë asistencë në çdo ndihmesë apo kërkesë që një nxënës mund të ketë. Edhe Lorini mund të flet për këtë pjesë. Duke mos ikur larg nxënësve, edhe unë gjithashtu i kam me pikpame domethënë tek nxënësit, por vetëm për ato që janë me aftësi të kufizuara ose me nevoja të veçanta, ato nxënës të cilat nuk kanë mbrojtje, nuk kanë edhe ku të mbështeten, se ne prap mundet edhe t'i themi fjalët, mundet të themi diçka, po ato nuk kanë aq mundësi. Nuk kanë edhe as, disa nuk flasin, disa nuk din të artikulohen, edhe ka probleme të këtilla. Ne jemi fokusuar se çfarë problemesh kanë ato, si mund t'i zgjidhim, ku t'i zgjidhim, edhe kemi vendosur të bëjmë një panel diskutimi gjithashtu. Ai mbahet sot një javë, ora 2 tek amfiteatri i shkollës medicinale. Kemi të ftuar të ndryshëm, psikolog, logoped, defektolog, edhe sociolog, edhe gjej rastin dhe ato t'i falenderoj që kanë pranuar të marrin pjesë tek projekti Joani, i cili është shumë i rëndësishëm si për ne, si për fëmijët me nevoja të veçanta. Shumë e bukur, ju përgëzoj për këto nisma, për këto iniciativa që gjithmonë janë në të mirë të rinjeve, por edhe të shoqërisë, po mbi gjithat të rinjeve, sepse duhet të ndërgjegjësohemi në këtë drejtim. Profesoresh, përmendi Esra dhe njëkohësisht Ardiani për punën tuaj dhe mbështetjen që ju jepni. Si arrini të zbuloni këta të ri dhe sa këta të ri janë bashkëpunues me juve në këto projekte? Shumë e thjeshtë, biseda e lirë midis nxënësve. Unë në projekt nuk kam përfshirë nxënësit pjesëmarrës, nuk janë vetëm nxënësit që unë u jap mësim, por në koridorët e shkollës, në 5 minutat e pushimit, neve gjithmonë jemi në kontakt me nxënësit në biseda të lira dhe aty pak a shumë edhe i përcaktosh psikologjitë e tyre, kuptosh të mira dhe të këqija, të vështirësitë që ato kanë në shkollë dhe them të drejtën, mua vetë nxënësit më japin idet, duke treguar vështirësitë e tyre, mua më japin idet për t'i zhvilluar. Dhe i thirrim dhe i motivojmë, por për këtë gjë ne kemi dhe përkrajen të kolegëve tanë. Domethënë, në mënyrë të veçantë mund të citoj profesoresh Florinën, që ishte bashkëpunëtari ime që u jepte mësim këtyre nxënësve, edhe profesorit tjetër, profesor Xhemalit, në të cilën kanë treguar kujdes në këtë projekt me qëllim që u kanë bërë thirrje nxënësve që të marrin pjesë dhe kjo është një ndihmës shumë e mirë, sepse ne jemi 3 profesorë që përfaqësojmë aktivin që u japim mësim viteve të dyta. Dhe në këtë formë shumë e thjeshtë, zbulimi mjafton të kesh dëshirë që të bësh diçka më shumë, mjafton të kesh dëshirë që të realizosh diçka të veçantë për ata, sepse për nxënësit është vështirësi në qoftë se ata nuk joshen në projekt, nuk u duket diçka e veçantë dhe nuk marrin pjesë. Po, nëse nuk ju tërheq, sigurisht. Dhe nëse nuk ju tërheq. Dua të flas pak me nxënësit në lidhje me rolin kur ju përzgjodhi profesoresha, se si reaguat, a ju pëlqeu, si e pritët, a u mishëruat me këtë rol, Esra? Vërtet ishte një emocion i papërshkrueshëm. Në fillim mendova se nuk do t'ja dal, por me fjalët e profesoreshës që gjithmonë i ka do fjalë tëmbla motivuese që na motivojnë për çdo gjë, u bë shumë e lehtë për mua dhe rolet e mia i kam bërë me shumë dashuri dhe me shumë zemër. Po, Ardian? Unë dua të tregoj të drejtën, me profesoreshën kemi kontakte të shpeshta për iniciativa dhe projekte të ndryshme që është shumë e hapur me të gjithë për temat të tilla,
po ishte një ditë rëndom që bisedonim edhe më informoj për panelin, edhe unë zakonisht nuk jam tip që pyes për rolin, unë isha i gatshëm të asistoja kudo që ishte nevoja. Shumë bukur. Po, ja që mu dha shansa të moderoj, edhe unë e pranova pa problem, po me qëllimin e vetëm që në fillim për nder të profesoreshës dhe për nder të iniciativës së saj, po më pastaj e pash se çdo moment dhe çdo shans që të jepet ja vlen për shkak se hap një sferë të re të personalitetit për cilin duhet zhvillosh, edhe pse jo moderimi të mos jetë një hobi për të ardhmen. Lorin, si e prite këtë rol? Unë me gjithë qef e prita, nuk është të më thënë herë e parë që mbaj një projekt t'il, kam bajt edhe tek Pallati i Kulturës, kam u theq për 28 nëntorin, por mua profesoresha më dha disa mundësi, më tha nëse do në te filmi, nëse do në këtu, pa aty unë e vendosa më mirë thash do ta zgjedh fjalimin publik, se do e bëj diçka që nuk e kam bërë më herët. Moderimin me qenë se i kisha bërë, thash ta provoj edhe këtë, si ishte, edhe me të vërtet si fillim pëlqeu autori që na e dha, pastaj edhe fjalimin që e kemi shkruajtur së bashku, po me siguri profesoresha ka bërë më shumë punë, ama ka qenë një rol i mahniqëm. Edhe me të vërtet kam qenë shumë i kënaqur me punën që e kemi bërë edhe u mashirova me këtë rol, si që thash edhe më herët, edhe krejt i bëra me qef. Nuk pata asnjë lloj vështirësie. Vështirësi. Lorin, do të bësh aktor në të ardhmen apo do t'ju takosh fjalimeve publike më shumë? Se di, nuk jam bashkë i sigurt, ende nuk e kam vendos, po mund të krejt nga pa. Pa kështu, panele Ne diskutim. shfrytëzojmë shakat brenda orëve të mësimit, domethënë kush është lënda e gjuhës shqipe dhe gjithmonë e përdori batutën që të kesh komunikim të përsosur, edhe është një fjalë paksa më me shaka, llaçka kur është e përsosur i bën për vete të gjithë. Dhe në këtë aspekt fjalimet publike, domethënë ishin për herë të parë publikisht, por në fakt nëpërmjet projekteve që kemi punuar gjatë procesit mësimor brenda orës, unë edhe i kisha stërvitur në vazhdimsi se si mund të dalin njërë përpara klasës që të flasin dhe derisa shkuan atje ku nuk mund ta imagjinonin kështu thonë këto, dhe unë i them ende nuk ka filluar suksesi juaj, sepse këto vetë kanë aq shumë ide sa ne profesorëve që kemi kaluar një përvojë mund na japin dhe mund na ndihmojnë në të ardhmen në procesin tonë. Sigurisht, të punës. Ardian, do bësh moderator panelesh, aktor në të ardhmen? Unë të po tregoj drejtën, po ja lë fatit atë të ardhmen në dorë, po unë bëj punën që më jepet, mundohem ta bëj aq më shumë sa mund të jap nga vetja, por çdo herë mundohem që të dalë mirë, edhe normal vlerësoj shumë punën ekipore. Dhe mendoj se vetë nuk mund të arrihet, po besoj se si shokët që kam këtu ashtu edhe ato që janë jashtë studios, çdo herë janë një ndër faktorët më të mëdhenj që do më përcaktojnë ku do më prije ardhmja. Normal, përveç vetes. Shumë e bukur. Esra? Pse jo, ky projekt më ka zgjuar shumë interes që të flas para një publiku të gjerë dhe nëse do të më jepet mundësia të ardhmen që të vazhdoj këto drejtime, do i bëja me shumë kënaqësi. Cila ishte vështirësia ose sfida Esra që hase gjatë këtij roli apo nuk kishte? Ishte përballja e emocioneve më shumë. Se të dalësh para një publiku të gjerë për herë të parë, vërtet nuk ishte shumë e lehtë. Unë kam mbajtur edhe fjalime në shkollë fillore para arsimtarëve, nxënësve, por ishte një publik sa më i gjerë. Edhe kishte shumë emocione, por të gjitha kaloj. Ardian, vështirësia jute, cilën do e kishte përmendur si sfidë? Unë të tregoj drejtën, ka një të mirë profesoresha dhe na e thot një thënie se çdo herë e gatshme për të mësuar nga ne. Edhe kjo me njëherë na e lëshon pak, na liron në aspektin emocional, se profesoresha ka luajtur shumë role gjatë këtij paneli, përfshir këtu kryeredaktoren, mbështetësin emocional, një psikolog për krye, po edhe organizatorët mahniqme duke bërë çdo moment shijohet me maksimum. Ka qenë pak vështirësi, siç e përmendi Esra, përballja me publikun, edhe pse nuk është hera e parë. Kur ke publik të ri dhe kur ke veçanërisht profesor tut që dalin para, po ndoshta ka një qëndrim pak më ndryshe në klasë, dhe kur shesen ndryshojnë atë qëndrimin aty në sallë, të jep pak komoditet. Unë besoj se atmosfera u krijua që shoqërueshme sa të gjithë problemet me kalimin e kohës, pas leximit të çdo fjale, shkonin duke u menjanuar dhe besoj gati nga fundi u liruam dhe bëm
një përmbyllje të denjë ashtu siç meritonte projekti i profesoreshës dhe i të gjithë neve. Po, Lorin? Unë do ju bashkojmë krejt të dy që ka thanë, po do kisha ashtu se edhe çdo gjë që kemi bërë ka qenë në koordinim, si me këta, po edhe me profesoreshën, edhe me të vërtet profesoresha është një shtyllë emocionale për ne, se ne jemi ende të ri, kemi nevojë për mbështetje emocionale, kemi probleme jo vetëm në shkollë, kemi edhe jashta, ose kemi diçka që na ham brenda, ta themi, edhe profesoresha është aty për gjithçka, sidomos edhe te ky projekti ka qenë aty për çdo vështirësi, për çdo fjalë që nëse ka ndonjë fjalë që nuk mund ta mbash mend ose të përgatitesh, edhe për ato fjalët ka qenë aty të na përgatitet dhe të na ndihmojë ti ma lehtë ti mësoj. Po, profesoresh? Sfidë mund ta konceptoj në besimin që unë kisha, në mosbesimin dhe që ata kishin ndaj vetes. Domethënë, u kam thënë në fakt një javë mos më dilni para pas projektit, por shumë shpejt u takuam. Kjo pika e parë. Unë isha e bindur që këta do të bënin punë shumë të mirë, sepse në radhë të parë këta kishin përgjegjësinë. Dhe një njeri që ka përgjegjësi nuk mund mos dali i suksesshëm. Pastaj ishin dhe punëtorë në punët e tyre, ishin shumë të kujdesshëm. Dhe kjo bashkëbisedimi që citoi Lorini ka të bëjë dhe në aspektin emocional, në aspektin psikologjik, duhet të shoqërohesh gjatë përpara se të bësh një projekt. Të futesh në, më falni, të futesh në botë kuptimin e tyre psikologjik, në hallet e tyre të përditshme. Dhe atëherë i bësh për vete kur të duash dhe i motivosh për një punë të mirë, gjë që e shoh edhe në entuziazmin e tyre që është goxha i madh. Jeshtë dhe konshëm. Po. Atë që shohim dhe ne, shumë e bukur. Megjithatë, cilat ishte porosia ose ai mesazhi yt Esra për të gjithë bashkëmoshatarët e tu? Porosia ime për bashkëmoshatarët e mi do të ishte të kishin besim tek vetja e tyre, kur do t'ju jepte ndonjë mundësi kështu siç mu dha mua, të mos e refuzojnë, të bëjnë gjithçka që ju jepet, sepse kjo vërtet është diçka që në të ardhmen ju sjell shumë gjëra të bukura. Po, Ardian? Unë do ta karakterizojmë pikat shkurtra për të bërë një krahasim edhe me panelin. Pjesa e filmit na mësoi që çdo kush duhet guxojë, edhe pavarësisht se si cilësohet nga shoqëria, duhet ta gjejë vendin ku vlerësohet, dhe ai vend ishte krah profesoreshës tonë, ku profesoresha ditë vlerësoi çdo kënd. Sa i përket fjalimeve publike, çdo kush duhet të guxojë dhe të mos ngurojë gjithashtu për të thënë atë që mendon, edhe pse paneli hapi shumë pikë pyetje të mëdha në radhët e audiencës, për pyetjet e mëdha që u parashtruan nga panelistët, për rrethonat shoqërore si aktuale, por edhe ato që do na prinë në të ardhmen. Ju dha nxënësive një imazh se ka njerëz që ka të rinj që vetëdijsohen, ka njerëz që kanë nxënës që kanë interesim, por ju jep edhe shpresë se ka një të ardhme për të punuar dhe ka një brest i ri i cili ja vlen të investohet. Kurse sa i përket për përditshmërinë që kemi kaluar me profesoreshën edhe gjithë trajnimet që kanë bërë të mundur një panel të tillë dhe një sukses të tillë, unë them se duhet mundohemi gjithë të kemi të bëhemi politikan të mirë. Ndoshta mund të ma marrim për keq fjalën, por unë them duhet të mësojmë kompromisin. Kompromisi është pika e parë që do na jap qasjen në shoqëri, çdo herë duhet lëshojmë, po edhe duhet të qëndrojmë stoik në pikat që duam për të arritur në vendet që duam, po çdo herë të bëjmë gjithçka në fillim duke vënë normal interesin personal ton para, por edhe atë shoqëror në vend të dytë, dhe për të treguar se ne jemi një rini që ja vlejmë, një rini që duam të punojmë dhe një rini që duhet të na përkrahë. Po, sigurisht. Lorin, cilit ishte mesazhi yt, ajo porosia yte për bashkëmoshatarët e tu? Porosia ime si fillim do ishte se mos e harrojnë gjuhën e vet, edhe mos e lënë pëlhurën e harresës ta mbulojë kujtesën e tyre, duke e marrë këtë edhe nga fjalimi im që e kam bërë, edhe mendoj se është një thirrje shumë e mirë, por do kisha thënë edhe mos i lëni mundësit e ju ikin, se janë shumë të rëndësishme për çdo gjë në jetë duhet të një mundësi. Edhe nëse të vjen një mundësi mos e refuzo, se atëherë ke bën një gabim jetësor. Nëse dikush i thirrën në intervistë, shko se nuk do të ndodhë asgjë. Nëse dikush thirrën në panel, shko se asgjë prap nuk do të ndodhë. Domethënë çdo gjë që e bësh për veten, mbi veten edhe për njerëzit që janë rreth teje. Jo se do e bësh për dikë tjetër edhe do thosh, po mu çka më duhet kjo. Se këtu të ne e kemi kështu, ama është mirë që ne të rrit të fillojmë të vetëdijsohemi dhe të ndërgjegjsohemi për gjithçka që na rrethon, edhe të bisedojmë, të pranojmë role, të pranojmë të jemi pjesë e paneleve, të pranojmë të jemi pjesë e televizive, dhe jo vetëm të presim nga të vjetrit që të na bëjnë ata diçka neve, por edhe ne vetë të bëjmë diçka për ata.
edhe ato të inspirohen nga ne. Në rregull, faleminderit. Profesoresh, porosia juaj për në fund? Në metodën e mësimdhënies nuk ka rëndësi se çfarë ne u mësojmë nxënësve, se sa ka shumë rëndësi mësimdhënia. Këtu duhet të dalë që një lloj mesazhi që lërin një nxënësi të shprehen lirë brenda orëve të mësimit dhe larg metodave tradicionale të mësuarit klasik, është bërë monoton në kohët e fundit në arsim, gjë që të gjithë ne si mësimdhënës po tentojmë ta zhdukim atë, dhe një porosi pak më e mirë për nxënësit është, ato e thanë vetë, mua më bllokojnë ndonjëherë dhe këta në mendimet e tyre, se thonë edhe mendimet e mia dhe më vjen keq, më thanë le të afrohen në aktivitete të tilla, sepse këto u bëjnë më mirë nga procesi i rregullt mësimor monoton. Shumë e bukur. Nxënës, ju falenderoj shumë që ishi pjesë e emisionit ton. Faleminderit. Faleminderit që na ndëruat. E falenderoj dhe televizionin Koha që gjithmonë është e gatshme në projektet tona që na mbështet. Gjithashtu ne i bashkohemi falenderimit. Ka qenë kënaqësia jonë në këtë studio, po edhe për mbështetjen që sidomos edhe gazetarja ishte shumë e mirë. Ju falenderit shumë që na zbukuruat sot studion ton me sukseset e juaja. Ju dëshirojmë shumë suksese dhe ju presim sërish të promovojmë sukseset e radhës. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.